Gjitha kjo është përfshirje, praktikisht është përfshirje e qeverisë në logjikën e institucionit të prokurorisë dhe në vendimarrjen e gjykatave. Sado që mund të kemi deklaratat e tjera përmes të cilave qeveria përpiqet të mbajë të ndarë pozicionin e saj me vendimarrjen e drejtësisë, fakti që në forumet të kësaj partie, në forumet ose në qeveri ka deklaratat e tilla të cilat dyshojnë, vënë në dyshim akuzat, në fakt nuk bëjnë gjë tjetër veç se dekruajojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në këto institucione, por jo vetëm në këto institucione, por në përgjithësi në tërë linjën administrative, e cila nuk është linjë penale apo e drejtësisë, por linjë e cila funksionon në institucionet, duhet të funksiononte në institucionet publike për luftën kundër korrupsionit. Mirë, zoti Neza, a do duhet që ligjvënësit shqiptar të marrin në konsiderat çështjen e imunitetit? Apo bëhet imuniteti një mburoj për ta dhe a do duhet në fundit që të mos kenë më imunitet deputetët? Ka patur një lëvizje në vitin 2012 për të hequr plotësisht imunitetin ndaj deputetëve dhe natyrisht edhe zyrtarëve të lartë të administratës apo zyrtarëve të lartë të qeverisë, por u la kjo hapësirë për imunitetin në parlament për shkak të këmbguljes së opozitës së atëhershme, e cila shikonte heqjen e imunitetit të deputetit si një mundësi për qeveritë për të adresuar çështje të cilat edhe mund të ishin të nxitura apo të frymëzuara politikisht. Praktikisht tani parlamenti ka të drejtë të shqyrtojë, ose komisioni i mandateve ka të drejtë të shqyrtojë çështjen e imunitetit të deputetëve të parlamentit vetëm në dy aspekte. Aspekti i parë është nëse heqja e imunitetit të një deputeti cënon funksionimin e rregullt të parlamentit, dhe aspekti tjetër lidhet me faktin nëse kërkesa për heqjen e imunitetit ka një përpavi politike apo është frymëzuar politikisht edhe kur bëhet nga institucionet e drejtësisë. Në rastin e zonjës Balluku, që të dy çështjet pothuajse kanë qenë të ezauruara për shkak se heqja e imunitetit të zonjës Balluku nuk ndryshon funksionimin ose nuk cënon funksionimin e parlamentit, aq më tepër që ne kemi një mazhorancë të thellë. Partia Socialiste ka 83 vota. Mund të ishte diskutueshëm nëse opozita dhe qeveria, partia që është në qeveri dhe partia kryesore të azame opozitës, Partia Demokratike, kanë të njëjtin numër deputetësh në parlament dhe largimi e heqja e imunitetit të një deputeti zhvendos mazhorancat apo zhvendos vendimarrjen. Kjo do ishte me arsyetuar për bllokimin ose për mbrojtjen e imunitetit të një deputeti. Ndërsa pjesa tjetër që lidhet me frymëzime politike, kjo nuk ka vend të qëndrojë për shkak se zonja Balluku ka patur postet më të larta në qeveri, zëvendës kryeministër dhe ministër e infrastrukturës, që do thotë se nuk ka kurrfarë frymëzimi politik për të adresuar çështja e imunitetit të saj. Në këto rrethana, ajo çfarë ka vendosur Partia Socialiste në fakt nuk është, dhe grupi parlamentar i saj nuk është asgjë më shumë se sa një vendimarrje që lidhet drejt për drejtë me kompetencë që duhet të ishte në kompetencat e gjyqësorit, një vendimarrje e cila e zhvendos çështjen e imunitetit nga hapësira kushtetuese për ta diskutuar atë dhe vendos në një hapësirë tjetër, një hapësirë ekzekutive apo legjislative, çfarë është ndërhyrje e thellë dhe ndërhyrje shumë e dëmshme në pushtetin e gjyqësorit. Zoti Neza, ndërkaq Partia Demokratike thret nesër një tjetër protest përpara parlamentit, protestat tashmë janë më të shpeshta, janë pothuajse të përjavshme. Shihni një strategji të qartë të demokratët për të arritur kauzën e tyre ose më saktë objektivin e tyre? Po, demokratët janë në procesin e ndërtimit të presionit ndaj qeverisë. Është një proces i cili natyrisht kërkon kohë të gjatë dhe ndërkohë kërkon edhe rrethana për të dhënë produkte të cilat do të ishin të kënaqshme qoftë për opozitën, po qoftë edhe për qytetarët shqiptarë. Mendoj se opozitat nuk ka shumë instrumente në dorë për ta detyruar qeverinë për të dhënë ndërheqjen përveç se protestave.